Ju përshëndes të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio-Televizionin e Kosovës. Ka dështuar sërish përpjekja e radhës për konstituimin e legislaturës së 9. Në sallë ishin 109 deputet, 54 votuan pro formimit të komisionit për votim të fshet, 1 ishte kundër, abstenim nuk ishte dhe me këtë rast kryesuesi Avni Dehari ka ndërprer seancën, e cila do të vazhdoj pas 48 orëve ditën e premte. Në vazhdim ndjekim deklaratat e deputetëve pas dështimit të seancës. Ka kërkesë që të votohet komisioni për votimin e fshet. Në këtë drejtim, pra nuk po propozohet ende kandidati për kryetar të kuvendit, por po propozohet komisioni për votimin e fshet. Për lëvizjen vetëvendosje është qartë se çka do. Pra lëvizja vetëvendosje do që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe më pas që të vazhdojmë me hapa tjerë për formimin e qeverisë. Dhe si që dini, mandatari jonë, pra kryeministri Kurti ka 15 ditë pastaj në dispozicion që të votohet qeveria e Republikës Kosovës. Por nuk është e qartë se çfarë do opozita. Pra në vazhdimsi, siç keni parë, kanë qëndrime të ndryshme. Është e qartë që ata kanë preferenca, kanë emra të përveçëm. Ne bazohemi në të drejtat kushtetuese dhe kur jemi këtu, të drejtat kushtetuese vlen më shumë se çfarëdo preferencë tjetër. Duhet teksuar edhe një herë që i takon lëvizjes vetëvendosje që të bëj propozimin për kryetar të kuvendit. Prandaj për lëvizjen vetëvendosje është jashtëzakonisht e rëndësishme që së pari të votohet komisioni, të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe më pas që të hapet rruga për formimin e qeverisë. Thënë të drejtën, ma shumë jemi këtu për shprehur mirënjohjen dhe falënderimin për punën që po e bëni çdo ditë. Fatkeqësisht nuk kemi asgjë të re për të thënë. Nga këtu, me qenë se po e kemi të pamundur të flasim nga foltorja e kuvendit, i bëjmë thirrje deputetit Kurti që të reflektoj, të zhbllokoj situatën në mënyrë që institucionet e Kosovës të konstituohen sa më shpejt. Partia Demokratike e Kosovës përgjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë jashtëzakonisht e përgjegjshme dhe konstruktive dhe do të munduemi të bëjmë çdo gjë në funksion të zhbllokimit të gjendjes së rëndë të krijuar në kuvendin e Kosovës. Unë e di që tashmë është një farë domosdoshmërie secilit që ta gjej fajtorin diku tjetër, por aty themi gjërat rreth sikurse janë. Nuk mund të bëhet asnjëherë kryetari i kuvendit pa marrëveshje politike, sepse kërkohen 61 deputet që asnjëherë nuk i kanë takuar një partie politike si tërësi. Nëse jo me parti tjera, është dashur të bëhet marrëveshje me partitë minoritare, sepse janë edhe nënkryetaret e tyre. Kështu që në çdo variant ka nevojë të ketë një marrëveshje politike në mënyrë që të sigurohet kjo shumicë. Tani, sa i përket LDK-s, ne kemi insistuar që marrëveshja politike është princip i krijimit të kryetarit të kuvendit. Besoni këto dome që i bëhen në Kosovë, që të mirën e Rusisë të Serbisë, e kam thënë në kaluar, e dini, nuk është arsye pse e kam thënë ashtu. Ne edhe situatën në veri e kemi pas kryme randin dhe ligjin. Ju e dini ata që kanë qenë të ngjesh pranë ligj, kanë pasur shumë Kosovën atë kohë. Pasi ndërkohë ne kemi pas proces me përpara progresiv. Kjo mori investim 25 vjeçare kthej në foto për veti. Në foto për veti, për një 2 ministra binet e të sfekve në atë tjetrin. Këtë kjo është historia ati, ju lutem, po shkon duke u zhvesh në vazhdimsi. Unë besoj që qytetari i Kosovës, shqiptari kudo që është në Ballkanin diaspor, po e sheh se kush është ky edhe vërtet që kem thënë dikur është ashtu. Krye diplomatja evropiane Kaja Kallas do të vizitoj Kosovën nesër në kuadër të një turneu që do të nisë sot në Ballkanin Perëndimor. Gjatë vizitës në Kosovë, përfaqësuesja e lartë do të takohet me drejtues të partive politike dhe të organizatave të shoqërisë civile, thuhet në njoftimin e BE-s. Ajo do të mbajë një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Evropës me 22 maj në orën 15:45. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri do të vizitoj edhe EULEX-in, si dhe do të takohet edhe me komandantin e KFOR-it Enrique Barduani. Shefja e diplomacisë evropiane do të udhtoj edhe në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut gjatë vizitës së saj të dytë në rajon.
Presidentja Vjosa Osmani fillon sot vizitën shtetërore në Zvicër me ftesë të presidentes Suter. Kjo është vizita e parë shtetërore e një kreu të shtetit të Kosovës në Zvicër. Osmani do të pritet me ceremoni shtetërore dhe nderime të larta ushtarake nga homologja e saj zvicrane në sheshin qendror në Bern. Në kuadër të agjendës zyrtare, presidentja Osmani do të mbajë takime me presidentën e Zvicrës dhe Këshillin Federal, si dhe do të mbaj fjalim në parlamentin e Zvicrës. Po ashtu, të dyja presidentet do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri në detyrë Albin Kurti vizitoi qendrën e kompetencës në Skenderaj me rastin e mbajtjes së provimit praktik të nxënësve në mësimin dual përkatësisht në profilin murator dhe punëtor të ngjashëm. Ai u shpreh i gëzuar që ndodhet në qendrën e kompetencës, e cila është bazë e zhvillimit të sistemit dual në Kosovë, e që lidh arsimimin profesional me tregun e punës. Arsimi dual në profilin murator dhe punëtor të ngjashëm ka filluar në vitin shkollor 2022-23. Plan programi është hartuar nga ekspertët, siç parasheh udhëzuesi, nxënësit kanë përfunduar 3 vjet shkollim gjatë të cilave 52% ka qenë pjesë praktike në ndërmarrjet përkatëse dhe tash i nënshtrohen testeve teorike dhe praktike për certifikim. Kurti tha se sistemi dual është mësuar nga Gjermania dhe Zvicra nga mërgata jonë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim njohës ambasadorin e ri të Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend, sfidat me të cilat po përballet Kosova, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit dypalësh ndërmjet Kosovës dhe Italisë. Haradinaj ka falenderuar ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka dhënë Kosovës në të gjitha etapat e shtetëndërtimit dhe të konsolidimit ndërkombëtar. Në këtë kontekst, Haradinaj theksoi rëndësinë që Kosova t'i rikthehet kursit të saj Euro-Atlantik, një proces që duhet të kulmojë me antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Janë bërë 26 vjet nga vrasja dhe masakrimi i 13 qytetarëve të pafajshëm në fshatin Stagov të Kaçanikut nga forcat serbe, duke mos e kursyer as fëmijën 7 vjeçar. Për masakrën e Stagovës, ekipi i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavin në autopsinë e 10 trupave të vrarë ka konstatuar vrasjet e tyre dhe se ky rast u hetua për krime të luftës në Kosovë të kryera nga njësitë ushtarake policore të Serbisë. 21 maj i vitit 1999, pas që solli dhimbje për banorët e Stagovës, kjo datë do të mbahet në mend edhe për shkatrimet, djegjet dhe vrasjet e baktive. Nga 180 shtëpi sa kishte ky fshat me 20 maj, të nesërmën paramilitarët serb dogjën dhe shkatruan mbi 50% të tyre. Ginekologu Afrim Veliu është sulmuar mbrëm në lagjën Ulpiana në Prishtinë. Dyshohet se ai është goditur me një mjet metalik teksa po futej në vetur. Lajmin për RTK Live e ka konfirmuar zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci. Ai tha se sulmi dyshohet se ka ndodhur mbrëm rreth orës 21:30 në rrugën Henry Dunant në lagjën Ulpiana të Prishtinës. Borovci deklaroi se viktima ka pasur lëndime të lehta dhe ka marrë trajtim mjekësor teksa i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes dhe se motivi i sulmit mbetet i panjohur. Sipas tij, policia ka ndërmarrë veprimet operative dhe hetimore për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarit. Vazhdojmë me lajmet nga bota. 6 ushtar ukrainas vritën gjatë një sulmi rus në poligonin stërvitor në Sumi. Moska pretendon se numri viktimave është edhe më i madh. Ndërkaq ky sulm i papritur ka nxitur reagime nga Kievi zyrtar. Gjashtë ushtarët e gardës kombëtare ukrainase humben jetën dhe më shumë se 10 të tjerë u plagosen pas një sulmi me raketa nga forcat ruse në rajonin kufitar të Samit.
Ngjarja ndodhi gjatë një stërvitje të organizuar në një poligon ushtarak ku pjesëtarët e njësisë ukrainase po kryenin ushtrime të rregullta. Në një zonë e cila megjithse afër kufirit konsiderohej e përshtatshme për përgatitje taktike. Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi një video që pretendon të tregojë momentin e goditjes duke shfaqur 10 ushtar ukrainas të vendosur në formacion përpara shpërthimit të fuqishëm. Megjithse Moska pretendon se numri i viktimave është shumë i lartë deri në 70 sipas agjencisë shtetërore TASS. Këto shifra nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ngjarja ka nxitur reagime të forta në Ukrainë. Komandanti i njësisë është pezulluar dhe autoritetet kanë nisur një hetim të plotë për të sqaruar pse ndodhej një numër kaq i madh trupash në një zonë të ekspozuar ndaj sulmeve. Disa zyrtarë ukrainas e kanë quajtur këtë incident të pajustifikueshëm dhe kërkojnë hetim të thelluar për masat e sigurisë në zonat kufitare. Ndihmat humanitare janë bllokuar në kufirin e Gazës, ndërsa popullata civile përballet me kushte të pamundura. Presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit rritet për të lejuar shpërndarjen e ndihmave. It has to go to people who are desperate. These families, they are being starved and bombed every day. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se ndihmat humanitare që kanë hyrë në rripin e Gazës nuk janë shpërndar ende tek popullata civile. Pavarësisht se 10 kamion me furnizime kanë kaluar kufirin në 2 ditët e fundit. Sipas OKB-s, ekipet e saj në Gaza nuk kanë marrë lejen e nevojshme nga autoritetet izraelite për të tërhequr ndihmat nga pikat kufitare Kerem Shalom. Zyrtarët izraelit kanë deklaruar se 93 kamion me ndihma përfshirë miell, ushqim për foshnja, pajisje mjekësore dhe barna kanë hyrë në Gaza të martën. Raportimet nga terreni tregojnë për një krizë të thellë humanitare. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza. E presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit është rritur ndjeshëm. Mbretëria e Bashkuar ka pezulluar bisedimet për një marrëveshje tregtare me Izraelin dhe ka vendosur sanksione të reja ndaj kolonëve në bregun perëndimor. Kryeministri britanik Keir Starmer e ka quajtur situatën e Gaza të patolerueshme, ndërsa sekretari i jashtëm David Lammy e ka përshkruar për shkallëzimin ushtarak si moralisht të pajustifikueshëm. Ish kryeministri izraelit Olmert ka deklaruar se vetëm presioni brendshëm dhe ndërkombëtar mund ta detyrojë kryeministrin Benjamin Netanyahu të tërhiqet nga ofenziva në Gaza. Ai sugjeron se presioni nga presidenti i SBA-s mund të jetë vendimtar në këtë drejtim. Shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, në ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk live.com. Faleminderit për vëmendjen.